të cilët ta largojmë nga vetja jon ndjenjen e xhelozisë që e kemi për dikë. Personi vëllazër që i xhelozon tjerë. Shkonën xhelozia vëllazër është pranishme në shpirtin e njerit. Mirë po disa e shfaqin, siç kanë thënë selefi, ata njerëz e ulët e shfaqin, ndërsa ata njerëz fisnik, që kanë karakter, kanë burrni e mshefin, edhe nuk e dëmtojnë tjetrin. Shtauzë kur të merr Allahu në llogari për xhelozi, kur ti e shfaq xhelozin, qoftë me fjalët e tua, qoftë me veprimet e tua. Wa min sharri hasidin idha hasad. Ruajmë Allah nga e keqja e ziliqarit kur ai vepron sipas e shfaq, domethënë. Nëse është brenda, ai nuk të bën kurrë. Mirë, po moment që e shfaq vëllazër ti xhelozin, fol diçka që jep me kuptues që ti po e xhelozon dikon. Apo e bën ai veprim që ti të tregon me ta se e xhelozon dikon, çtu kam të parë llogari Allah për këtë veprim. Edhe dihet vëllazër se xhelozia, siç ka në hadithën transmetime, i djeg Allah na ruaj punë të mira. Kjo është një prej shkaqeve që mund të ndihmon që mu largu pe xhelozisë. Me kujtues se ti në moment që e xhelozon njerin, punë të mira ke të han, shkatron. Para sa pak punë të mira bojna vëllazër na sot, sa gjunahet i kemi. Edhe çdo punë të mira ti po don me ekspozuar ndaj shkatrimit Allahu na ruaj. Po sigur zjarri thotë janë që ti shkatron çka i han drut e njoma. Çështu ti prish domon xhelozia punë të mira Allahu na ruaj. Edhe tjetra më jasjell vetë ndërmend vëllazër. Siç thotë Allah, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. A mos po i xhelozojnë njerëzit për shkak të begative që Allahu ja ka jep atyre? Çfarë do thotë kjo? Çka ta hiq vëllazër xhelozin? Don kush ja ka jep ato Allah? Ti apo don me luftu me Allahun? Shtauzër personi i cili i xhelozon tjerë, dietar kanë thënë nuk është tërësisht i kënaqur me caktimin e Allahut. Do sigur po e kundërshton çka? Caktimin e Allahut subhanallahu. Sigur po thotë Allah pse ja ke dhënë ti këto? Allah e dim, Allah ja ka jep. Çfarë do më bësh? Mon Allah ja ka caktuar këto para se me kriju. E çka xhelozia jo do mund ti veç ça e han vetëm edhe shkatron veten, nuk cell kur far do bie. E xhelozia më e rëndë, shikoni njerëz interesant janë punën e xhelozisë. Për shembull dikush don si çat mirë që ta ka jep Allahu, mos më e pa te ti. Edhe me ardh çka atina. Kjo është shumë e keq. Ama jo ndonjë njerëz interesant vëllai ai veç s'don me pa te ti. Nuk don me e pas ato, po ty s'don me të pa mirë. Interesant vëllai njerëz si dallojnë vëllai në këto kat. E kjo vëllai më kjo me lezu sa më shumë për kaderin, caktimin e Allah subhanahu wa taala. Edhe mu bind, domthon ti nëse e xhelozon dikon, ki defekt në besimin kader të Allahut. Domthon ende nuk e ke arritur si çdo besimin kaderin, caktimin e Allah, ki defekte të mëdha. Me pas kujdes, domthon se kjo bën pasojë ti shkatron punë të mira.